IDF tha të martën se një defekt teknik i pazakont çoi në goditjen e 2 raketave të Hezbollahut në Izraelin qendror të hënën, me interceptorët që humbën objektivat e tyre, duke mos dhënë asnjë siren paralajmëruese. Njëra nga raketat goditi Ramlen dhe e dyta goditi një zonë të hapur në këshillin rajonal Mateh Yehuda, duke plagosur lehtë një grup civilësh. Pavarësisht dështimit, shumica e raketave të qelluara të hënën u kapën nga mbrojtja ajrore shumë shtresore e Izraelit. Gjithashtu, IDF tha se defekti teknik nuk ndodhi për shkak të ndonjë lloji të ri teknologjie iraniane, por përkundrazi, raketat e qelluara ishin armë me të cilat IDF është e njohur. Pas një hetimi mbi incidentin, IDF tha se u zbatuan rregullime për të forcuar aftësitë e përgjimit kundër kërcënimeve të ngjashme në zonën veriore.